Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e falenderojmë për çdo mirësi, begati dhe dhunti, ati i qofshin fal. Paqet dhe bekimet tona qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë. Të dashur dhe të respektuar prindër, shumë të nderuar hoxhallar dhe ju nxënës. Mirë se keni ardhur në këtë takim të bereqetshëm, një takim i këndshëm me rastin e përfundimit të shkollës së vikendit, shkollë fetare islame, në të cilën shkollë fëmijët tanë, nxënësit tanë kanë mësuar bazat kryesore, themelet kryesore të fesë islame, duke u furnizuar me dituri të dobishme nga Kur'ani fisnik, nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historitë e pejgamberëve të ndryshëm, etika dhe shumë mësime tjera të dobishme. Shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj edhe mësimdhënësit, hoxhallarët tanë shumë të nderuar dhe të çmuar, hoxh doktor Fatmir Zaimi, hoxh Semir Ademin, si dhe hoxhën e nderuar doktor Metosh Mehmeti, i cili nuk është me neve sonte. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij, Allahu i begatoft, ju dha shëndet e ymër. Unë kam dalë këtu vetëm ta bëj një hyrje, pasi që kemi në mesin tonë edhe hoxhallar. Mirë po, sonte na ka nderuar edhe hoxha i dashur, hoxh Bekir Halimi, që do të na bën një fjalim rasti, mirë po, fillimisht që ta shohim pak atë bereqetin e fëmijëve tanë, kisha ftuar që nxënësi jon Ebu Bekri të e hap këtë program me disa fjalë nga libri i Allahut. Bujro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil hannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Tash në radhë ftojmë hoxhën e dashur Bekir Halimi për një fjalim rasti. Bujro hoxh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, lavdat dhe bekimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë nisi për këtyve më të mirëve që kena pinzanësve në këtë kurs. Ani se këtu ka hoxhallarë dhe ka prind, po ju jeni më të mirët. E dini pse jeni më të mirët? Pse vese me lujt, si që kanë lujt shokët e juve, ju keni ardhur me mësu. E me mësu, sot, kur ka shumë dëfrim edhe argëtim, kur dikush të shtëpia ka PlayStation, kur dikush lën telefon në Rollbox, a përdojnë Rollboxin e keni bojkotu? Bojkot. Zban Rollboxin se atë tallën me Kur'anin. Tjera loja do të më lujtë. E milon këtë ato gjana, e më arti mi ka përsi 5-6 orë të mësu Kur'anin, të mësu biografinë e pejgamberit alayhis salam, etikë islame. Nuk është lehtë. Po ju e keni bo. Pse keni dasht? Baballar kanë më thonë, jo na i kena qu. Unë i thamë, jo, këta kanë dasht vetë me ardhë dhe kanë ardhë se baba me dasht me zërë me qusë në qanë. Andaj ju e një shkaku që ne mbledh në sot me ju bashkë, edhe jemi shumë të knashtë edhe të gëzumë që këta kjo kohë që konë disponim me planifikume me kalu bashkë, keni ardhë regullisht edhe keni mësu. Shqipë ju jeni të vegjës sot, edhe mendoni se kjo që keni bo është rutin teknike. Mirë po, kur të rriteni, çdo vjet matutje, do e shihni se sa me rëndësi janë këto mësime që keni mësuar sot dhe sa dobi keni me pas për këtyre në jetën e ardhshme. Andaj Allahu ju shpërbleft secilin një nga një që keni nda kohë, e keni ardhur, e keni lënë qefet, dëfrimet, argëtimet dhe keni ardhur këtë kurs. Ky kurs i fundjavës u ka ndihmu juve me i marr ato dituri që si merrni në shkollat tuaja. Allah i shpërbleft edhe arsimtarët e juaj. Hoxha doktor Fatmiri ka përvojë në arsim gjatë kohë, ka qenë shumë vite edhe e din mentalitetin e fëmijëve dhe doktor Metushi gjithashtu. E këtyme dyve pak më të vjetër ju ka bashkëgjuar dhe hoxha Semiri si më i ri, edhe ju ka mësuar juve edhe ka mësuar pi këtyve më të vjetërve përvojë, alhamdulillah. Edhe këta djem, domethënë Abdullah dhe Hasani që ju kanë shoqëruar në këtë aktivitet, Allah i shpërbleft. Shihni djema. Jeta për ju ka filluar.
Inshallah Allah jep imër të gjatë, e shnet plot, e vazhdoni shkolloheni derisa të merrni titujt më të lartë, bëni doktora shkence. Por nisen nuk duhet marrë kur. Adhurimi i Allahut, edhe kryerja obligimeve ndaj Zotit është e para në jetë. Pse? Sepse ajo të ngrit edhe në dunja, po të ngrit edhe në ahiret. Dituria, shkenca, fakulteti, puna, biznesi, parja, të ngrit në këtë botë ndoshta. Ama nëse nuk jeni udhë Zotit, kur shkosh atje pastaj s'ki kur gjo. E kështu që këtë të mësime që keni mësu janë shumë të rëndësishme, se edhe ku të bëhesh nesër profesor, edhe ku të bëhesh nesër direktor, edhe ku të bëhesh nesër kryetar, edhe ku të bëhesh nesër biznismen, edhe ku të bëhesh nesër gazetar, edhe ku të bëhesh nesër, domethënë profesionalist i ndonjë zanati, kjo që e ke mësuar në këtë shkollë të fundjavës, ka me qenë udhërrëfyesi moral i mbrëmshëm i joti, që përveç suksesit në punë, ka me dhënë sukses moral, dhe suksesi moral ty ka me ngritë dhe ka me dallu pi tjerëve. Se sot krizat më të madhe që kemi të ata që na qeverisin dhe heqin është kriza morale e tyre, ndeshmëria dhe fisnikëria e tyre. Ata mund me konë të mençëm, mund me konë zot, mund me ditë shumë, ama në mungesë të vlerave morale që i kontrollon pi mrena, mos e kjo është haram, mos e kjo është e ndalume, mos e kjo i dhënon Zotin, mos e kjo është e turpshme, atë s'ka shka i nal ata. Kështu që kjo shkollë e fundjavës, e cila vazhdon tash shumë vite dhe ka me vazhdu inshallah shumë vite, është një kontribut i joni për të ruajtur fëmijët e tonë, për t'i pajis dhe pasuru ata, edhe me këto dituri që ata të vazhdojnë pastaj secili në udhëhimin e vet, duke qenë parimi kryesor në jetë, friga për Allahut dhe dashnia ndaj tij, i cili ka me udhëheq vazhdimisht në jetën e vet. Edhe një herë falënderimet sinqerta për prindërit, se unë pak për humor thash se prindërit janë të rëndësishëm, gjithsesi janë shumë të rëndësishëm. Allah i shpëlbeft edhe juve që keni pas besimin që fëmijët e ju domethënë me i dorëzu amanet te këta hoxhallarë dhe te ky organizim. Inshallah Zoti jep shëndet e bereqet juve, e këto evlat që keni bën shkak i gëzimit tuaj vazhdimisht e suksesit tyre nuk ndalen inshallah. Allah i shpëlbeft. Selamu alaikum wa rahmatullah. Allah e shpëlbeft hoxhën e nderuar, Allah i dha shëndet e imër. Jo më shumë se 16 javë që kanë kalu, nxënësit tanë me lejen dhe ndihmën e Allahut kanë përfunduar 6 lëndë kryesore, duke filluar nga lëndët e Kuranit, mësimi nga Kurani, mësimi nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dispozita rregulla islame, udhëzime, tregime historitë pejgamberëve, moral, etik e kështu me radhë. Allahu i shpëlbeft për kohën dhe mundin që e kanë treguar nxënësin tanë, si dhe Allah i shpëlbeft edhe për prindët të cilët kanë treguar besim të plot dhe spaku janë mundu që njëherë njaft me i marrë dhe me i pru fëmijët deri në këtë vend duke lënë punën, angazhimet që i kanë pas. Allah ju nderoj gjithëve. Tash me lejen e Zotit, nëse nuk e lodhim hoxhën të shpërndajmë shto mirënjohjet për fëmijët. Abdurrahman Ismaili, Anik Fetahun, Sherif Alimi. Eftojmë nxënësin e dashur Fadil Halimin. Eftojmë Yasin Jasharovskin, Sufjan Sejfullah, Eymen Dashi, Yasir Jakupin. Para se të kalojmë te hoxhallarët, i kemi pas 2 vllaznik të cilët kanë qenë në gatishmëri të plot gjatë 16 javëve, që i kanë mirëprit fëmijët, i kanë përcjell dhe janë kujdes domethënë për ushqimin dhe aktivitetet e fëmijëve që kanë pas. E ftoj vllahun Abdullah Ibrahimin, Hasan Fizullah. Dhe për fund kemi arsimtarët të cilët përveç mirënjohjeve kemi edhe nga një dhuratë në emër të iniciativës. Allah i shpëlbeft edhe se nja u kthejmë mundin që e kanë bërë, po Hoxh Fatmir Zaimi, Hoxh Semir Ademi. Edhe njerë Allah i shpëlbeft të gjithëve të cilët keni nda kohë, keni pas besim të plot tek ne, Allah ju ruajt. Kjo shkollë, për informat me lejen e Zotit, do të vazhdon edhe viteve në vijim, mirë po me disa ndryshime dhe organizime padyshim më të përgatitura dhe më të përsosura, edhe pse ka qenë kjo organizim vetë fakti që kemi pas arsimtarët me përvojë sa vite kemi na këtu si aktivist të ri. Allahu i shpëlbeft për mundin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Up,